Dashur miq, Flaka është një libër me përmbledhje poezish të autorit Selahattin Dedinca dhe autorin e kemi në studio. Mirëmëngjes, i nderuar dhe mirë se na erdhën në studion tonë. Mirëmëngjes, falenderoj për ftesën. Para Flakës kemi biseduar për librin e parafundit, që ishte një libër mjaft i kërkuar dhe ishte shumë i suksesshëm. Net e ditë. Dhe uroj që si ashtu si ka shkuar me Net e ditë, të shkoj dhe me Flakën. Uroj. Dje është promovuar. Dje është promovimin se kam bërë, dje ka dalë nga shtypi. Dje ka dalë nga shtypi dhe ende s'është bërë promovimi. Do ne jemi të parë që po e prezantojmë dhe ne po e promovojmë. Është vërtet kënaqësi i nderuar. Pse pikrisht na vjen me këtë titull, Flaka? Flaka ka shumë domethënie, shumë gjëra në të mbrana, po Flaka është flakën veti. Flaka është që djeg, Flaka është që bën dritë, nuk ka vetëm ajo që djeg. Flaka është që i hopë edhe rrugët. Djeg diçka të bërë hir, edhe nga hiri bëhet flakë përsëri. Shumë domethënie dhe të godet. Është shumë interesant dhe kopertina. E kam bërë vetë. Ishte ideja ime. Sikurse edhe të Net e ditë. Edhe Net e ditë, edhe rrugët e mia. Edhe të gjitha vetë. Ne shqiptarët e kemi një të mirë që nuk e kemi vetëm ka një profesion, kemi ka shumë tjera. Kemi shumë të zotit. Të zotit jemi. Por Flaka është edhe diçka që pja thëm vetëm shkurtimisht, por lexuesit ta gjejnë vetë. Po. Duhet të kthehemi nga rrojnjët e tona. Shumë e vërtetë. Dhe Flaka është një që mu më ka kthy në rrugën e një diçka time të përpashme. E duhet të kthehen edhe të tjerët në vete. Po, cila ishte shtysa që bëri të përmbledhni këto poezi në këtë libër? Këto poezi që janë në Flaka, nuk janë që i kam shku tani, i kam shku më heret. Pasi Net e ditë duli mirë, vazhdova edhe me Flakën me disa poezi, me disa tematikat ndryshme. I përziva nga dashurisë, atë dhejot për gjuhën kam shkru, e gjuhën shqipe shumë. Për atë dhejon, për mallin, për shoqërinë. Pasi kam poezi, pse mos ta bëj një të tjera, kupton? Sa poezi janë gjithsej? Dikon 40, nëse s'ka bëj. Dhe të të pyes se cila është më e veçanta, se cila është e veçantë në mënyrën e saj. Se cila është e veçantë në mënyrën e saj, mirë. Dhe unë e them që librin e kam hapur, e kam filluar me një poezi për këta të zhdukurit që janë zhdukur gjatë luftës. Dhe kam dalur të tjetrit të shumë kemi të zhdukur një në Kosovë, shqiptimi. Por kam dalur të poezia tjetër për një shok, mik, familjar i cili është vrarë në luftë. Mendoj që ajo. Thotë ka dhe përjetime personale. Po, edhe përjetime personale këtu, do të thonë neve na preku çdo gjë. Pastaj ka gjua shqipe, e kam një poezi është afër 2 faqe gjysmë për gjuhën shqipe. Mos ma më rëzote jetën pa gjuhën shqipe të fortë. Një këtë kuptim. Dhe çfarë emocionesh dëshironi përcjellni tek lexuesi përmes këtij libri? Unë uroj që libri të lexohet për me tregu ma gjatë, isha dhe në panerit librit në Toronto, për herë të parë pashi shqiptar që nuk e dishin gjeneratarë, nuk e dishin gjuhën shqipe mirë, po e mëshin librin me lexu për të kthyer me të shqip diçka. Dhe kjo uroj që edhe këtu të marrin se pisho që nuk po lexojnë, ne të marrin librin dhe të lexojnë, jo vetëm timin, po të gjitha librat. Libri është ushqim për trurin. Nuk është lloks siç e quajnë shumë të tjerë që kam dëgjuar këtë fjalë, libër lloks, nuk është lloks libri është ushqim për trurin, sikur që është buka ushqim për bakun, për trurin, për jetën. Po ashtu dhe për herë të parë libri shqip gjendet edhe në arkivën e Quebecut në Kanada. Kam punu shumë për me dërzu ato në arkivin e Quebecut, në Kanada, njëherë nuk dashtë me pranuar, pasi nuk është në gjuhën as frëngjishte, edhe as në anglisht. Ishte veç në gjuhën Gjuhën shqipe, edhe kam shku atje me tha që nuk kemi në gjuhën tjetër përveç në gjuhën frëngjisht edhe anglisht. Por mas gjithë asaj punës time arrita të edhe jashtë, dhe në website tyne me kërku e gjenë në arkimin nacional, Bibliotekën Arkivore Nacionale të Quebecut. Ju lumt. Që është unë mendoj që është një sukses me pas një libër shqip, por ato janë 2.000. Edhe Flaka do shkon mbrana një muaj do shkon edhe Flaka. Dhe kishte shumë shqiptar, këto duhet ta them publikisht,
këshilloj sa ka mundësi, disa kolegë, po edhe shkrimtarë, thanë jemi befasuar, është e mundet që i ke bërë ata, kuptan. Vetëm të shkojnë, është një punë duhet, kërkosh nuk vjen të shtëpia mi marrë me thonë në si në arkiv, duhet shkojnë dhe të bëjnë një punë, të kërkojnë se duhet me pas Shqipë, dhe në gjitha nejna. Dhe ju keni bërë hapin e parë dhe për herë të parë? Për herë të parë Shqipë janë në arkivin e Quebecut. Kjo është, mendoj që është një sukses për gjithë shqiptarët, jo vetëm për mua. Po si nuk është sukses? Të jetë një libër Shqipë. Gjithë goxha i madhë. Dhe ju përgëzoj dhe një. Faleminderit shumë. Shqip, dhe me thonë, me mencionin dhe me tani e shoh vetën, kur i mendoj që është dërzohu ato. E shoh edhe gjatë intervistës edhe po dhe në të kaluarën. Me plot emocion flisni për, jo vetëm për librat e juaj, po në shkrimin, për shkrimin dhe për librin e përgjithësi. Sa ju vret që shumë pak po lexohet. Unë jam që 33 vjetë jashtë Prishtinës e quaj, ose jashtë Shqiptarisë. Dhe mundona me lexu një cop letre dikon, kurse ka shumë që janë largu. Në Kanada ku jetoj, kam takuar edhe shkrimtarë të huaj të vende ndryshme botë që janë atje, dhe thotë që kam fillu më kthy te libri. Kurse tek ne shqiptarët shoh që dikon të lexu. Është i vetmi vend që s'kemi gazeta të shkruara, vetëm portale. Kjo është pak keq, me të ardhë keq. Çfarë të bëjmë, zotëri Dedinca? Unë mendoj që... Nga se nuk po flasim shumë për poezitë e Flakës, dua lëmë lexuesve që ta marrin në duar këtë libër, edhe pse do të ndaj një poezi, cilën dhe ju do doni që ta lexoja para teleshikuesve, por po ndalim shumë tek leximi, ka se është shumë e rëndësi. Unë mendoj që leximi është ushqimi i trurit, e kam thënë disa herë për sëri. Edhe thashtë të mahet, nuk është lokë, duhet ta lexojmë, ta bëjmë një refresh trurit. Po çfarë të bëjmë, si t'i bindim? Nga se të rinjët janë ata që nuk po lexojnë shumë. Njerëzit janë të tillë që i duhet kohë më integrojnë diçka. Edhe ne si mërgjimtar kur shkojmë atje na duhet një kohë të integrojmë atje. Edhe libra duhet bëhet një bisedë përmes profesorëve, kemi profesorat mirë, kemi intelektualë shumë të mëdhenj. Televizionit kemi gjithatë televizionit, duhet pak flitet për to. Librat, duhet disa reklama mas shurti. Unë mendoj kështu tash. Edhe gazetat duhet të financojë edhe shteti të jap diçka për disa gazetat të janë publike. Edhe pa lek me dhënë do të jetë më mirë. S'paku të jetë në duart e njerëzve, edhe dikur bëhet edhe i rregullt. Sharp na bën kjo teknologjia, i duket më tërheqëse. Është vërtet, po nëse dalin disa gazeta në jetojnë në Kanadë dhe japin afër stacionave trena, metros, japin pa lek. Reklamat i paguajnë ato sigurisht, por njerëzit janë për trena, në për autobuse morën dhe lexojnë. E shpëtojnë spaku pak, edhe këto duhet jetë diçka. Atje ku ju jetoni e keni vetur që nuk është zbe gazetat e janë. Leximi. Jo. Kam fillu, një kohë është ndaluar, aq kam informata që kam takuar njët, ka filluar të kthehet. Ka filluar të kthehet. Shkoni për biblioteka, ki njerëz më shumë. Në biblioteka ki njerëz. Kam shku këtu në biblioteka, nuk takon njerëz. Po duhet nisë, besoj Dedinca edhe nga vetë fillimisht nga prindërit, shkolla dhe institucionet. Pajtuna, po dikush do të mi duk. Ne po flasim dhe nuk ka ditë, apo mos themi që edhe ne vetëm si program mëngjesi që gjerë flasim për librin, promovojmë librin, por nuk ende shumë të lëmë për të dëshiru. Mendoj që të kthehen. Çdo gjë shkon me kohën e vet. Kështu mendoj. Unë siç e thash, atje jashtë ka filluar në Kanadë ku jetoj, kanë filluar informata që i kam edhe shoh, edhe në biblioteka shkoj, i shoh që njerëzia kanë filluar me lexu më shumë. Normal, nga se tashmë dhe dim që çdo ditë më shumë është në rritje numri i njerëzve që i problemit të shëndetit mendor, do thotë, dhe një nga terapit më të mira është libri. Këtë duhet ditë. Nuk ka terapi më të mirë. Unë pajtona 100%. Unë nuk e kam profesion timin librin. Po. Unë jam në informatik, punoj. Po, e dim. E ku marr librin edhe besoj që më ka ndihmuar shumë. Ka herë të frymëzora, apo frymëzon libri mu? Libri juve më pas ju që të shkruani edhe më tutje. Do shkruaj, si me një bisedë me një person, flas sot që fola me ty, ose që flas me ty, kur del një poezi, disa fjalë nga ju i marr dhe bëj një poezi timen.
Po, të ndalë pak tek poezia, si poezi. Mendoni që është talent, disiplin, apo kombinimi i të dyjave? Une, muj me thonë të kombinimi të dyja, por, si që thash ma hetë, nuk është profesion që e kom marrë timin, e kom marrë si hobi, është një terapi me vetë të mu më kanë ndihmuar shumë, unë i ma fru shumë me librat. Jom edhe e shabete ma të qetë, se kur të lexosh diçka, një ndryshim djetë, kur të mësh telefonin të më bënë stresuar. Shumë e vërtet. Teknologjia, unë në informatikë punoj, po sot po mundem, po larguna pisone për marrë lapsin. Asgjë nuk e zëvendëson lapsin, letrën dhe librin. Është si është terapi, është një gjë që të ndihmon, të largon për stresit, të koncentruosh në diçka dhe i ato. Teknologjia është edhe keq për sy. Po na flet dikur që është ekspert i kësaj fushë, në fushën e teknologjisë. Unë e them që nuk është mirë me teknologji. Unë kam një djalë, tash është 20 vjeçar. Me jetë gjatë. Faleminderit shumë me gjithë tjerëve. Dhe gjithmonë i kam thonë, mos të rri, gjysmë orë, një orë në ditë edhe kaq mjafton. Merja vetëm ato të mirat, ato që janë më së të nevojshme dhe mos ta çojmë kohën kot. Është kot, qëndruar. Nuk e shoh, e shikon diçka, njëtin gjë më shumë marr librin. Edhe është më i mirë për sy libri se telefoni. Syri dhe ajo aroma që lëshon shfletimi i librit. Është një energji e mirë, mendoj. Po si nuk është? Është një energji pozitive që të jep. Duke e shpirtuar çka ka te telefoni, kurse atë është e njëjta në telefon. Zoti Denica, ne më mbajmën nga vetja im kur isha në shkollën fillore, ne edhe në gjatë stinës së verës na jepnin shumë, e kishim si obligative, të lexonim libra. Ka qenë mirë, i kemi pasur ato. Lektyra tona. I mbajmë. Dhe pse ato i kisha lexuar para se të filloj edhe klasën e parë. Dikush jonë si kisha lexuar ndoshta kush ja lexuar. Po ka qenë një kohë tjetër. Unë mendoj që ka qenë kohë më e mirë atë. Edhe shumë herë thamë ata. Më shëndetshme më duket. Më shëndetshme ka qenë. Ne nuk po hina ka profesorët, kemi pas profesora të mirë dhe kemi pas profesora jo dishëm aq ose ka qenë koha ndryshe, por jeta ka qenë më e mirë. E kemi pas gjithmonë shokun më të mirë librin. Ndoshta kemi qenë nxënës më adoptë, po kemi pas një libër gjatë verës siç thua, kemi lexuar verës një libër. Se duk më shku të profesorit, na ka kërku diçka, arsimtar, mësuesi siç e quajmë. Shumë e vërtet. Dhe prapë kush po na flet një ekspert i teknologjisë. Dhe për të kenë shumë vëmendje të shikuesit që po na ndëgjojnë, se i ka dhe ato të mirat e veta, ka dhe atë anën e mirë, edhe pse edhe sot smartphone-ët që i kemi, apo çdo gjë që kemi sot, dhe këto kanë arritur të realizohen vetëm nga njerëz të dishëm, që kanë lexuar dikur. Nuk kanë pikur nga qielli as këto. Nuk kanë pikur nga qielli. Unë kam informatik, sot e mbaroj punën në telefonin se hapi, vetëm e pa dikush që diçka, nuk hi në telefon. Ma lexoj lajmet në mëngjes, çdo lajmet Kosovës si përcjellin nga mëngjesi sot çona, dhe kash telefonin. Kur shkojm punën time në informatik, mbrëmje jam i qetë, lapsin edhe librin. Po sa orë në ditë lexoni? Prafërsisht. Varet. Në mbrëmje dhe në mëngjes e kam. Për me shku gjatë të kohës. Unë për në informatikë që të tekum edhe më zyret imen, diçka vjen e shkruaj, jam i lirë, por me lexu nuk lexoj shumë, se si kemi edhe mundësit, si kemi edhe librat ne atje. Po një mëngjes e kam të rregull lajmet, një gjysore, nga ora 4 qohëm edhe mirëna me shkrime, pe 4 dhe në 6 e kam vetëm lapsin. 4 mëngjesit? 4 mëngjesit ne kam ata, pe 4 dhe në 6 vetëm shkruaj. Që ato që i kom fillu gjatë ditës, sot, edhe du me mbaroj nga 4 dhe në 6 mëngjesit. Po kur jeni në zyrë, kur diçka jo bie në mend, e shkruani në kompjuter apo në letër? Unë gjithmonë e kam lapsin dhe letrën e kam përpara. Tash nuk e zëvendëson asgjë lapsin dhe letrën. Edhe kompjuterin e përdor me lirë pi borsit, kryesisht me laps dhe me letër. Edhe me maj disa flet me vija që me nënvizu. Me nënvizu pak më mirë. Po çfarë ju motivon që vazhdoni të krijoni edhe më tej? Unë kam shku që kur isha 8 vjeçar. Nuk është që e kom marrë sot. Kam cekë edhe ma hetën, që jam koni drojtun edhe kisha një farë frike, një farë diçka që nuk më isha me botu. So e botu atë është snalen. Priti që do 6 muaj ka një. Po dhe pas 6 muajve do të kemi sërish në studio. Në dhjetor, ju për studio ju e dini, por në dhjetor libri tjetër sigurisht. Patjetër që do të jetë një. Ju kishim për çdo libër, do të kemi edhe për librin e radhës. Në libër edhe rrugët e mia do të jetë rrugët e mia 2. Po
edhe një special, do t'jetë Empelojna një befasi, por do t'jetë libër shumë i mirë. Do të kërkoj, do t'jetë, për herë të parë, unë jam kundër anglisht, se për frëngjisht e gjuhëve tjera, po pas jetën në Kanadë, më duhet me përkthy dhe një anglisht, se po mi lypin shumë, edhe ku punoj jem mbi 100 punëtor, po na jep anglisht. Kjo është gjë e mirë ata, cilët natyrisht nuk e njohin gjuhën shqipe, patjetër që të kenë mundësi të lexojnë edhe me gjuhën angleze, s'paku. 31 libër i kam dhënë ku punoj, që i kanë marrë, i kam paguar. Nuk i kuptojnë shqip. E kanë marrë telefonin, përmes telefonit më është me përkthy. Domethënë me kamerë e përkthen. 31 libër i kam dhënë në vend punës ku punoj. Dhe disa të tjerë me ish borsa që kam punuar. Do na zbulosh pak se çfarë do të ketë në rrugët e jetës 2? Elena, Mirë. është rrugët e mia që jam duke vazhduar dhe kam vazhduar. Unë misionet nuk jam duke ndalur, nuk e di atë ka rënë dora që lexoj rrugët e mia. Po unë ju kam intervistu. Jo, ti më kam intervistu për Net e Det. Për rrugët e mia ka qenë. Rrugët e po mirë e keni. Po nuk kam qenë unë që kam intervistuar për të parë. Alketa ka qenë, Alketa me agronin e së gamaj. Kolegët e mi të dashur. Kolegët e mi, po. Net e Det, po. Dhe rrugët e mia unë kam bërë misione shumë, kam ndihmuar me kompjutera me 10 shkolla, 25 shkolla, mbi 25 shkolla në Shqipëri, në Kosovë dhe Kosovën lindore. Dhe ato do më thonë kam filluar. Tani kam filluar edhe, gjithmonë kam qenë edhe afër shoqatës, kësaj radhe ndihmova edhe shoqatës në Montreal, edhe shoqatës me kompjutera, po edhe shkollës shqipe që është në Montreal. Me libra. Ja dash që të lexojnë ndonjë poezi të recitojnë. Ka të rinj që duan të botojnë librin e tyre të parë. Po. Dhe me çfarë do i këshilloje? Unë vetë si kam fillim që unë jam kanë i ndrojtur, kam pas frikë, mos nuk deli mirë, le të ndëgjojnë trurin e vetë. E din se çfarë kapaciteti kanë edhe es përpara, mos u ndal. Tani ka shumë, kemi profesora shumë, kemi lektor, po me rëgoja ka pak se lektor. Dhe mund me ndihmu se cili, mos të të lojnë, dhe të shkojnë të personin fjalë. Unë e thëmë që unë jam pëndu që s'kom botu para 20 vite. Nuk është vonë asnjëherë. Vonë së shkor, po, ja shikoj, tani të nalëm, uroj që se cilit e vazhda, të bënat vetën. Libri është i mirë, është qetësim. Unë e shë vetën ndryshën nga ata, dhe më thonë shumë ma i qetë, ma pozitiv. Nuk i ko më morë më me gjëra që nuk në atakojnë. Me gjëra koti? Koti, shkort. Po cila është ajo fjalia që përmbledh më së miri filozofinë tuaj të jetës dhe të krimtarisë? Si do e përmbledhje? Me krimtaria është një gjë që nuk e di. është gjëja që jeta më ka pru mu në një rrugë të mirë, mas këtu shtë dhe thamë. Dhe të ka përmbush? Më ka përmbush. Nuk e besoja që do të vi, nuk po du me folë me folë një fjallë të shtirë, po u jem gati për çdo gjë tani. Mu i me thonë që e kam përmbush do sen. Shumë herë të thamë tani, lajtë, sot të vdes nuk më rëzdita mu, i arrita timen. Ishte anër e imja. Në moshën më të mirë, jo? Po njësë par fjallë, dhe me thonë që unë ka përmbush me një fjallë që librin e kom pas anër e arrita. Po nuk do tjetë kjo, unë kam shumë libra, mendoj që çdo 6 muaj. Të vjen edhe ëndra të tjera tashmë. Kam shumë ëndra të tjera. Për libra, unë libra nuk do të lë, unë dikun 40 do ta kaloj. 40 libra. Kam afër gati. Po ja thoni dhe fundit. Në jetë librat e mia, domethënë libri i radhës është të ardhur në jetë me dal. Jeni duke jetësu. Po ja afrohemi dal nga dalë edhe minutave të fundit të intervistës sonë, po ashtu dhe afër edhe përfundimit të programit të mëngjesit. Do a lë juve ta përgjithni një poezi që unë ta lexoj para të shikuesve. Të gjitha janë të bukura, të gjitha kanë nga një mesazh, kanë vuajtje brenda vetes, kanë mërzi, për kanë dhe atë jeshin e tyre. Dhe cila do t'ishte? Unë mendoj kështu, dytë fillimit, pasi të gjithë shqiptarisë jemi prekur nga luftrat, është miku tim që jam kështu Agron Gashit, është poezia numër 8, faqe 8, ose
heroj përjetshëm. Po, ose ato të parën që i kushtohet të zhdukurve, që është numër 7. Po nëse na përndon kua që të dyja, por do e lexoja të parën heroj i përjetshëm. Në heshtjen e mëngjesit të zbrazët, emri yt më vjen si lutje e vjetër, si e hon që s'ndalet kurr, në mendjen time kujtimet me ty. Ti ke si hije në dritë, pa kthyer kokën pas. Për një synim më të madh se vetja jon, për t'i dalë Zot tokës son. Ulur në hije, në biseda pa fund, për fjalët e tua që s'kishte shok. Të thonin agron, po trim ishe në këtë botë. Plumbi s'ta fiku shpirtin, asera se fshiu gjurmën tënde. Ti jeton në çdo frymarrje lirie, në çdo flamur që ngrihet me përkrenare. Sot unë flas me ty në heshtje, se di që diku për tej dhimbjes ti buzëqesh në pace, sepse ti ja dole ta bëje atë dheun e lirë. Kushtuar miku tim dëshmorit Agron Kashi. Jemi në minutën e fundit, shumë shpejt dhe pa varr, pa fjalë, me nder në ball. Në hirin e tokës së djegur prej luftës, mbeti një emër pa varr, pa gur, pa fjalë, një shpirt i shkputur i humbur në mjegull, si era që vjen, por kur s'kthehet më. S'ka gur që mban mungesën tënde, as toka se di se ku pushon ai, veç zemra që rrahin me mall të pashuar, dhe sytë që presin një shenjë prej ti. Fëmija e thërisnin në ëndrat e tyre me duar të vogla pa zë në fyt. Koha kalon, po plaga s'harrohet, se shpresa jeton dhe kur nuk shterrohet. A mbeti si dritë në kujtimet tona, një hap i ndërprer në rrugët e vona, një histori pa fund, pa një përgjigje, një plagë që s'mbyllet kur një herë, e ndoshta dika për te çdo kufiri, shpirti i tij endet i lirë, pa dhimbje, pa frikë. Po këtu në tokën e tij, ende emri i tij jeton, edhe kur stretet në hi, ai do të kujtohet për herë njeri i mirë. Ja që kemi kaluar dhe terminin e bisedës dhe po ashtu të programit mëngjesit, më duhet shpejt t'ju falenderoja për prezencën tuaj dhe po ashtu shpejt të falenderoj dhe sponsorët e programit të mëngjesit dhe ne mbas 6 muajve ju presim këtu në studio me librin e radhës dhe shumë shpejt dhe falenderimi për sponsorët tanë Dedinca, së bashku do e bëjmë. Fillimisht